çka është kjo jetë? Realiteti i kësaj jete, qëllimi i kësaj jete, ka shumë pyetje që ngrihen sot, por nuk marrin përgjigjen e duhur. Islami na ka mësuar se jeta e njeriu është një përgjegjësi që Allahu te barekuhu teala e ngarkon njeriu me të dhe mbi bazën e kësaj përgjegjësie e privilegjon njeriu dhe i garantoi e përsi mbi gjitha krijesat e tjera. Mirë po, njeriu duhet ta mirëmban këtë përsi dhe duhet i përgjigjet kësaj përgjegjësie përmes asaj që quhet adhurim. Allahu xhallahu wa tha në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinet dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, poshtë të më adhurojnë mua. Andaj, rregulli i parë që garanton një lloj kompaktësie, një përputhje mes fjalëve dhe veprave është bindja jonë se adhurimi ndaj Allahut të mënduar nuk ndërlidhet me njeri, nuk ndërlidhet me kohë, nuk ndërlidhet me situatë, nuk ndërlidhet me gjendje, nuk ndërlidhet me vend, por ndërlidhet me vetë jetën. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Zotin adhuroje për atë sa i gjallë, sa të ke jetë. Prandaj adhurimi ndaj Allahut të mënduar të ndërlozë nuk ndërlidhet me asgjë tjetër përveç se me frymën që ti e nxjerr nga goja jote, nga jeta që ti e gëzon mbi sipërfaqen e tokës. Prandaj me përfundimin e jetës përfundon edhe misioni i adhurimit. Përndryshe gjithmonë mbetet përgjegjësia e adhurimit e lidhur për qafën e njeriu të gjallë derisa ai të varroset në barkun e tokës që deri dikur ka jetuar mbi sipërfaqen e saj.